Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Shenjat që shfaq trupi një muaj para goditjes në zemër, mësojeni para se të jetë shumë vonë. Sulme në zemër janë shkaktarët kryesorë të humbjes së jetës, kryesisht për moshën e tretë. Ato mund të shfaqen shpesh përmes shenjave të vogla që shumica e njerëzve vazhdimisht i injorojnë. Për këtë arsye është e nevojshme të njihni disa nga simptomat nga të cilat duhet të keni çdo ditë kujdes si: dhimbjet në krahëror, vështirësi në frymëmarrje, rrahje të shpeshta në zemër dhe probleme me luhatjen e tensionit. Një grup shkencëtarësh nga Instituti i Zemrës në Los Angeles morën në studim rreth 1100 njerëz midis moshës 35 dhe 65 vjeç që i kishin mbijetuar atakut kardiak. Nga përgjigjet e marra rezulton se ata kishin pasur dhimbje të krahërorit dhe vështirësi në frymëmarrje një muaj përpara arrestit kardiak. Një pjesë e personave i kishin këto shenja edhe një ditë para se të kalonin infarkt. Nga studimet u vure se meshkujt ndjenin kryesisht dhimbje në krahëror, ndërsa femrat kishin vazhdimisht vështirësi me frymëmarrjen. Simptomat e një sulmi kardiak ndryshojnë. Disa njerëz kanë simptoma të lehta, të tjerat kanë simptoma të rënda dhe disa njerëz nuk kanë simptoma fare. Simptomat më të zakonshme sipas Elpicom përfshijnë dhimbje gjoksi që mund të ndihen si presione, shtrëngime, dhimbje, shtridhje ose edhe probleme të ngjashme, dhimbje ose shqetësime që përhapen në shpatull, në krah, në shpinë, në qafë, në nofull, në dhëmb ose ndonjë pjesë të sipërme të barkut. Djersë të ftohta, lodhje, urth ose dispepsi, gjithashtu marramendje të lehta dhe të papritura, frymëmarrje të shkurtra. Gratë mund të kenë simptoma atipike të tilla si dhimbje të shkurtra ose të mprekta, të ndjera në qafë, në krah ose në shpinë. Ndonjëherë shenja e parë e simptomave të një sulmi në zemër është arresti i papritur kardiak. Disa sulme në zemër ndodhin papritur, por shumë njerëz kanë shenja dhe simptoma paralajmëruese orë, ditë ose javë përpara. Dhimbja ose presioni në gjoks që vazhdon ndodh dhe nuk largohet me pushim mund të jetë një shenjë paralajmëruese e hershme, citojnë ekspertët. Angina shkaktohet nga një rënje e përkohshme e rrjedhjes së gjakut në zemër dhe mund të jetë një shenjë paralajmëruese e cila asesi nuk duhet të neglizhohet. Burrat e moshës 45 vjeç e lartë dhe gratë 55 vjeç e lartë kanë më shumë gjasa të kenë një atak në zemër sesa burrat dhe gratë më të reja, por kjo nuk do të thotë se ato janë të përjashtuar. Nëse ndjeni këto simptoma, gjithçka që duhet të bëni është një konsult me mjekun specialist për të evituar çdo dyshim të mundshëm. Sulme në zemër janë një nga shkaktarët kryesorë të vdekjes së hershme në botën moderne. Fatkeqësisht, kjo sëmundje zakonisht është shumë e tinxare. Megjithatë, pak përpara se të ndodhë, trupi ynë na dërgon sinjale që nuk duhet i injorojmë. Këtu kemi disa nga simptomat që çdo grua duhet të di për të mbajtur sëmundjet sa më larg të jetë e mundur. Dhimbje në shpinë, në qafë, në nofull ose edhe në krah. Këto shenja mund të jenë konfuze pas një atak në zemër lidhet kryesisht me dhimbje në gjoks ose në krahun e majt, jo në qafë ose në nofull. Dhimbja mund të jetë progresive, bezdisëse, akute ose e papritur. Mund t'ju zgjojë edhe në mes të natës dhe nëse e përjetoni atë, konsultoni me mjekun tuaj. Dhimbje e fortë e stomakut ose të përzjera. Disa sinjale të një sulmi të afërt në zemër mund të ngatrohen me shenjat e helmimit, gripit ose urdhit të rënd. Ndonjëherë gratë përjetojnë presione në rajonin e barkut të cilat përfshihen edhe në elemente siç mund të jenë ndjenja e një elefanti të ulur në stomak. Nëse i keni këto shqetësime, mos i neglizhoni. Djersët të ftohta pa arsye. Djersët e ftohta janë një tjetër simptom e zakonshme midis grave. Mund të duken disi të lodhura me stresin. Megjithatë, nëse nuk keni pasur simptoma të ngjashme më parë, më mirë vizitoni një specialist. Pengesa të frymëmarrjeve dhe marramendjeve. Probleme me frymëmarrjen ose arsye të pakëndshme janë shoqëruesi besnik të një sulmi në zemër, veçanërisht nëse ato përcillen së bashku me simptoma të tjera. Lodhje e tepërt. Edhe pse pushimet e gjata ju ende ndiheni të stërlodhur dhe nuk mund të performoni në një veprim të thjeshtë si për shembull edhe shkuarja në banjo. Ky është një sinjal alarmues për një arsye që nuk duhet të neglizhohet.
pasi mund të jetë shenjë e problemeve tuaja kardiovaskulare. Nëse i ndjeni vazhdimisht këto simptoma në shëndetin tuaj, konsultoni me një mjek specialist për të vënë gjithashtu në vëmendjen e duhur çdo shqetësim të mundshëm. Neglizhenca e sulmeve në zemër dhe simptomave të saj mund të krijojë gjithashtu edhe një faktor rreziku vërtet të rëndë. Mund të ndikojë në drejt për së drejti në aktivitetet tuaja jetësore dhe të shfaqë gjithashtu probleme të rënda. Ndaj edhe ekspertët e shëndetit cilësojnë atë si një zgjidhje vërtet të mirë për të evituar problemet shëndetësore të zemrës. Presion dhe dhimbje në gjoks. Dhimbja në gjoks, joreatia, djegja dhe ndjesia e presionit në gjoks. Të gjitha këto simptoma manifestohen pa marrë parasysh gjinin në tuaj. Megjithatë, gratë janë ato që i përjetojnë më shumë këto shkaqe. Nëse doni të keni një shëndet më të mirë të zemrës, fokusoni tek një ushqyerje e shëndetshme dhe menaxhimi i situatave tuaja stresuese, pasi neglizhenca për një kohë të gjatë e këtyre situatave mund të krijojë gjithashtu gjendjen alarmante të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që, nëse përjetoni ndonjë prej këtyre simptomave, duhet të konsultoheni me mjekun specialist, pasi është e vetmja zgjidhje e cila mund të ndikojë drejt për së drejti në lehtësimin e situatave tuaja. Sulme në zemër mund të krijojnë shqetësime të forta të imunitetit, dhe gjithashtu shenjat që ajo jep duhet të jenë gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku. Përqindja e sulmeve në zemër të femrat e reja është në rritje dhe studiuesit kanë zbuluar faktorët kryesor të sulmit në zemër në një studim të ri. Ndryshimi i këtyre faktorëve duhet të zvogëlojë rrezikun e përgjithshëm të një goditje në tru. Ulëntimi i ri ka identifikuar faktorët e rrezikut që kanë më shumë gjasa të shkaktojnë sulme në zemër të burrat dhe gratë e moshës 55 vjeçare e poshtë, dhe ka dadhime të mëdha gjinore. Studiuesit analizuan të dhënat nga 2264 persona të moshës 18 deri në 55 vjeç, me sulm në zemër së bashku me 2246 njerëzve nga grupi i kontrollit. Ata zbuluan se të rinjt dhe të rejat zakonisht kanë faktorë të ndryshëm të rrezikut të sulmit në zemër. Studiuesit besojnë se parandalimi efektiv kërkon një kuptim më të mirë të faktorëve të rrezikut të gratë e reja krahasuar me burrat. Autori kryesor i studimit, Yuan Lu, tha se rreziku i përgjithshëm i sulmit në zemër të rinjt është përgjithsisht edhe i ulët, por se sulmet në zemër po bëhen më të zakonshme te gratë e reja dhe ato kanë një prognozë më të keqe. Infarkti akut i miokardit është një emër tjetër për atakun e zemrës dhe ndodh kur fluksi i gjakut që sill oksigjen në zemër zvogëlohet dhe ndërpritet. Nëse vëreni edhe shenja si djersitje të pakuptimta dhe probleme me luhatjen e humorit dhe të shtrëngime të forta në krahëror, konsultoni më mirë me mjekun tuaj për të evituar kështu çdo dyshim të mundshëm. Sa i përket sulmit në zemër, ato mund të ndodhin edhe një muaj përpara dhe të ofrojnë këto shenja alarmuese. Lodhje pa arsye. Nëse arteriet ngushtohen, zemra merr më pak gjak se sa sasia e zakonshme, gjë që bën punën e saj më të vështirë. Kjo është një arsye pse gjithmonë ndiheni të lodhur dhe të përgjumur. Gulçimi. Kur zemra merr më pak gjak, kjo do të thotë gjithashtu se mushkërit marrin më pak oksigjen. Nëse papritmas keni probleme me frymëmarrjen, patjetër që duhet të konsultoheni me një mjek, pasi ka mundësi që një sulm në zemër të jetë shumë afër. Dobësia. Nëse ndjeni një dobësi të pashpjegueshme, është e mundur që të keni një ngushtim të arterieve për shkak se gjaku nuk qarkullon si duhet. Atëherë muskujt nuk marrin gjithçka që nevojitet dhe është e mundur që të ndodhë edhe zbehja. Nëse vëreni këto shenja, konsultohuni me mjekun tuaj specialist për të evituar çdo dyshim të mundshëm. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë